Jemi rikthyer në studio, do të ndjekim në këto momente një material, një insert të përgatitur nga gazetari Maxi Rama, lidhur me zhvillimet e tregut të punës dhe pritshmëritë për në vijim. Rikthehemi pas pak. Zhvillimet në tregun e punës kanë qenë pozitive dhe në rikuperim të vazhdueshëm gjatë 2 viteve të fundit, sipas të dhënave zyrtare në vendin tonë. Vetëm gjatë vitit 2023, shkalla e papunësisë ka vijuar të ulet, ndërsa punësimi u rrit mesatarisht me 1.6%, mbështetur kryesisht nga punësimi në sektorin e shërbimeve. Këto janë publikuar në fillim të këtij viti nga Ministria e Financave në kuadrin makroekonomik dhe fiskal 2026-2028. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave dhe Bankës së Shqipërisë, në vitin 2024, papunësia në vendin tonë zbriti në nivelin më të ulët historik, duke regjistruar nivelin prej 10.7% nga 16% që ishte në vitin 2013. Ulja e nivelit të papunësisë gjatë vitit të kaluar dhe rritja e pagave, sidomos në sektorin publik, por pjesërisht edhe në atë privat, ndikoi pozitivisht në rimëkëmbjen e ekonomisë sipas të dhënave zyrtare. Nga ana tjetër, pritshmëritë për vitin 2025 janë që të ketë një normë papunësie në vendin tonë në masën 9.8%. Gjithashtu, për t'u përgjigjur nevojave të tregut me profesionistë, qeveria synon që të fuqizojë edhe më shumë arsimin profesional, i cili mundëson furnizimin e tregut të punës me punonjës të kualifikuar në disa nga sektoret më të rëndësishëm të ekonomisë, e sidomos në sektorin e shërbimeve, kjo edhe për shkak të zhvillimit të turizmit. Njëkohësisht, në programin e reformave ekonomike 2025-2027, thuhet se arsimi profesional do të ketë vëmendje të shtuar nga ekzekutivi, ku do të investohet në infrastrukturë të avancuar, laborator inteligjent, po ashtu do të ndryshojnë kurrikulat mësimore për t'u përshtatur zhvillimeve teknologjike dhe ekonomike për të lëndëve tradicionale. Afro 120 subjekte shqiptare, lider të investimeve në shumë fusha, janë bërë bashkë në panajirin në Athinë, panajirin e punës, për t'i bërë ftesë shqiptarëve që jetojnë në Greqi, por jo vetëm nën moton puno dhe jeto aty ku ke zemrën. Për të folur pak më gjërësisht se çfarë ka ndodhur atje, unë kam të ftuar në studio sipërmarrësen Suzana Aga, e cila ka qenë pjesë e këtij eventi. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Faleminderit ju. Si e shikoni panajirin e organizuar në Athinë, flas për kontributin që pritet të ketë në tregun e punës në Shqipëri? Besoj që është një nismë mjaft vizionare që do të thotë shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, jo vetëm në Greqi, por dhe në shtetet të tjera, mendoj që është shumë mirë që të bëhet si nismë, si panajir, sepse Kroacia, Italia, Greqia janë krahasimisht me Shqipërinë në nivelet të punonjësve dhe për atë çfarë ofrojnë.